aktualisht që kjo parti dëshiron të lundroj politikisht për të përfitu elektoralisht nga një palë zgjedhje të tjera. Nëse ka në një parti e cila ka lëviz gur për të zgjedhur presidenti, ajo ka qenë lëvizja vetë vendosje. Nga një palë. Nëse ka një parti që ka pas plan si të zgjidhet presidenti, ajo ka qenë lëvizja vetë vendosje. Janë partitë opozitës të cilat nuk kanë tregu vullnet, as nuk kanë pas dëshirë që të zgjedhet presidenti. Dëgjëm. Qa edhe njëherë të lutem? Janë partitë e opozitës të cilat as nuk kanë pas dëshirë, as vullnet të që të zgjidhet presidenti. Po të shikon politiku, mos të bësh horë. Që të zgjedhet presidenti, nuk bëna horë hiç. Lutem bësh horë. Partitë e opozitës janë ftu në mënyrë të vazhdueshme për të diskutuar për çështjen e presidentit. Kë do të atakoj nesër Kurti, pas nesër të dielën dhe tonën. Këtë do të atakoj, si parti e parë? Unë nuk jam moja agendën zotit Kurti. Zotit Kurti është kryeministri i këtij vendi. Edhe njëherë? Red duhet ta pyesë nga kabineti qeveritar. Se edhe njëherë lutem? Zoti Kurti i ka ftu edhe në procesin elektoral kalum, i ka ftu të gjitha partitë e opozitës. Deputeti kujt ke gatu, shiko. I ka ftu të gjitha partitë e opozitës. Mos miklo situata. Ato kanë hezitu në mënyrë të vazhdueshme nga përgjegjësia që ki, jo ti, po vetë vendosje. Të lutem, drejtoj publikut, thuj që ne jem partia më e madhe në këtë vend, pavarësisht që nuk je deputet. Do doja ty që deputet nuk je. Janë partitë e opozitës që kanë lujtur rol destruktiv. Shiko, zoti Kurti po dëshiron që opozitën e sot me të fragmentarizuar, sidomos DDK-n dhe PDK-n, betejën krahinore që kanë këto dy